Edhe pse figuroni treti në listat e Partisë Demokratike për qarkun e Beratit, Lefter Maliqi çeli takimin elektoral të Partisë Socialiste në Lapardha, ku siguroi kryeministrin për 5 mandate në këtë qark. 5 mandate i ke në Berat, 71 i ke në Afjeri e Tujtje. 76 mandate për Partinë Socialiste. Mos u gënjeni, as nga ufot që po premtojnë shkolla dhe as nga partitë e tjera të majta dhe të djatha, por bashkohuni bashk për Partinë Socialiste. Zoti kryeministër, mbështeti këta njerëz, mos e ki merak se fitoren e ketë sigurt. Nga ana e tij, kreu i qeverisë e quajti të paprecedent situatën në qarkun e Beratit, ndërsa theksoi se betejë e Partisë Socialiste është mes të shkuarës e të ardhmes. Është e paprecedent në historinë e pluralizmit që një deputet i cili është i regjistruar në Partinë Demokratike i është bashkuar Partisë Socialiste dhe unë jam shumë mirënjohës Lefterit që me kurajo qytetare dhe me vetdije politike na u bashkua në këtë betejë. Pas Lapardhas, kryeministri ndali hapin elektoral në Kuçov, ku apeloi punonjësit e shtetit e veçanërisht të policisë që pas orarit zyrtar të fokusohen për të marrë sa më shumë vota për Partinë Socialiste. Ta ju bëj thirrje mësuesve dhe mësuesve të mos lënë minutë pa shfrytzuar për të mos lejuar që dinjiteti i tyre i vënë në vend të cënohet përsëri. I bëj thirrje të gjithë punonjësve të policisë shtetit në momentin që lënë uniformën pas punës të përkushtohen për të marrë sa më shumë vota për Partinë Socialiste të Shqipërisë, që mos lejojmë rikthimin e hijes së turpit mbi uniformën blu. Ndalesa e fundit elektorale për këtë të premte për kryeministrin Rama ishte Berati.